Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se brenda ditës së sotme vijnë pjesët e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësillësin e Vlorës. Në një postim në rrjetet sociale ai shkruan: drejt aeroportit të Stambollit për të ardhur sot brenda ditës pjesët e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësillësin e Vlorës, ku në vitin 2009-2010 janë instaluar pjesët hidraulike jashtë standardeve që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe për pasojë tubacioni ka shpërthyer. Respekt për punën e palodhur të punëtorëve të ujësillësit Vlorë, që në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësillës Kanalizimeve, inxhinierit të njohur Flauers Shoshi, i cili prej disa ditësh e netësh gjendet në krye të operacionit të vështirë, po bëjnë të pamundurën për ta mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës për një mine të vjetër nga një kohë e zezë për Vlorën. Vlonjatëve të mi u them ndjes për tërë këtë peripeci të pamerituar dhe siç thoshin gjyshet tona, plasim më në fund edhe syri keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën, e që ja kush do të keqen Vlorës, veç të keqen do t'i marrë.